e dini kush të sjell syrin e keq. Po ju them diçka që do t'ju habis. Nuk është gjithmonë armiku yt i hapur, shpesh energjia më e rëndë vjen nga ata që dikur betoheshin se ishin krenar për ty, nga ata që të përqafonin fort dhe të thoshin se do të ishin gjithmonë aty. Është ai urim që e dëgjon, por e ndjen bosh pa shpirt. E keni parasysh? Atë fjalë që del nga goja, por kur nuk e arrin zemrën. Është ai afërmi që nuk i shpëton asnjë postim, asnjë histori, shef gjithçka që bën, por nuk të thot kur një fjalë të mirë. Asnjëherë nuk shtyp butonin like. Heshtja e tyre është më e zhurmshme se çdo kritik. Pastaj është ajo shoqja e ngushtë, ajo që dikur lutej bashkë me ty për suksesin tënd. Ajo të thoshte do t'ja dalësh, e di unë. Por tani që ja dole, diçka ndryshoi. Duket sikur suksesi yt u rrit aq shumë sa e kaloi kufirin e komforit të saj. Pa pritur, rritjet e saj u kthyen në pëshpëritje dhe mbështetja e saj u zëvendësua me një distancë të ftohtë. Këto miqtë mi, është cilia e heshtur, ajo është dinake, ajo maskohet me fjalë të buta, me komplimente sipërfaqësore, por brenda saj mban energjinë e fshehtë dhe të hidhur të pyetjes, pse ajo e jo unë? Ti e ndjen këtë energji. Para si ta shohësh me sy, e ndjen në trupin tënd, si një peshë patukshme, e ndjen në shpirt ku qetësia jote e brendshme fillon të lëkundet pa arsye. Mos e ngatroni këtë ndjesi me paranojën. Jo, kjo nuk është paranojë. Kjo është ndërgjegjësim. Është intuita jote që po të flet, që po të paralajmëron, sepse duhet ta dini, jo çdo duart trokitje vjen me duart të pastra, me qëllime të mira. Disa duart trokasin thjesht sepse duan të jenë afër kur të rrezohesh. Prandaj, ja këshilla ime për ju. Je e mbrojtur, je zemërgjër, por vendos kufi të qartë. Festo fitoret e tua me zë të lartë, por mbroje paqen tënde në heshtje. Mos trego të gjithëve planet tua. Mos e ndaj magjinë tënde me ata që nuk din ta vlerësojnë. Shkëlqe me gjithë forcën tënde, pa kërkuar leje dhe pa u ndje fajtore, sepse e vërteta është kjo. Syri i keq dhe zilia nuk shqetësohen kur ti dështon. Ata nuk flen rehat nga fakti që pavarësisht gjithçkaje, ti vazhdon të fitosh, vazhdon të ngrihesh, vazhdon të shkëlqesh. Forca jote është ajo që i trem më shumë. Faleminderit që më ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe për më shumë video si kjo.